Në kuadër të ditës kombëtare të trashëgimisë kulturore në fshatin Hajmel në bashkinë Vaudes u zhvillua aktiviteti kushtuar veshjes së nusës zadrimore, një nga pasuritë më të çmuara të trashëgimisë jo materiale të fushës së zadrimës. Kjo trashëgimi, kjo veshje e zadrimës të marrë hapin e radhës, regjistrimi si trashëgimi kulturore jo materiale kombëtare për t'i dhënë vlerën e duhur siç e meriton. Vetë Zadrima është një zonë me një trashëgimi të pasur, duke qenë në mes Shkodrës dhe Lezhës, është pasuruar me një kulturë dhe me një shkëmbim vlerash artizanati, diebërje, zejesh, me të gjitha ato zona përreth. Po ta shohim që jo pa qëllim ne kena ekspozu disa elemente. Këto elemente tregojnë zenafillën e veshjes, që është qysh të prodhimi i krymit të nafshit, të prodhimi i fijes nafshit, i fijes linohit, pamukut e me gjërë, të prodhuara me mjeshtri nga duart e grave zadrimore, me veg, me qëndistari dhe me elemente të pasuruara dekorative me një bazë kromatike të shumë gjërë, ku dominon e kuqa dhe e bardha. Falenderoj gjithë grupet që i kanë marrë pjesë, mësuesenoren, artizanet e Vaudesit, vajzën e pikturave, edhe sot është ditë shumë e rëndësishme për Bashkinë Vaudes. Falenderoj edhe kryetarin zoti Kristian Shkreli për mbështetjen që na ka dhënë gjithmonë në çdo aktivitet. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe këndi i artizanëve ku u soll procesi i prodhimit të veshjes zadrimore, gjithashtu dhe atmosfera e marrjes së nusës. Është veshje elegante, është një veshje që nuk mundet me e punu kushdo, dhe është një veshje që ka vetëm Zadrima, një normat bukrat pasuri kombëtare që sot kena. Kështu që sot është kënaqësi se jena këtu, duhet me falendëruar drejtorinë rajonale që e mori nismën edhe sot erdhi pikërisht në Zadrim për të marrë me këtë veshje që jo se është lënë masdore, por që kërkon një vëmendje sot jo vetëm për drejtorisë, por për i marrë instancave dhe më të larta që kjo veshje të bëhet pasuri nesër mas nesër. Ka marrë udhën e vet kjo veshje e mrekullueshme nga një grup i madh që është kriju intelektualsh dhe sot në ditën botërore të trashëgimisë kulturore kena dëshirë që kemi kulmin në këtë aktivitet artistik edhe të jetë kjo veshje e mrekullueshme pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale. Ky aktivitet ishte edhe një mundësi unike për të njohur nga afër me trashëgiminë e pasur zadrimore dhe për të qenë pjesë e festave që bashkon historinë, kulturën dhe artizanët.